Jena prej Slovenia, si në pushime mu fejo. Nuk si pak e marrushme, po është edhe e bukur. Valla na jena konë shkollë në vitë parë bashk, në vitë parë na nuk e kena qufër të mirë me zveti, po bashkë ato që e ki armek e ban mek. Ja, të dish tash në ditë sodit, gratjan, shqefat. Kjo soka nuk pinë, pos një esti edhe ujë që pinë, tjetër se nuk pinë. Unë ka qëllu edhe guja ekonomike. Për cilit vend jeni? Jena prej Slovenias. Për Slovenisë keni ardhur të pushime? Kena në pushime mu fejo. Keni ardhur feju, sa bukur. Nuk se s'pi ka morre pak. Nuk si pak e marrushme, po është edhe e bukur. E bukur, për mashallah, valla. Pas kërna fakti djallë. Po getë që po edhe kjo një patjona, po mu më qëlloj fati. Të qëlloj fati, patjona për fatit e të. Rekanani që shini njëftu. Valla na jena konë shkollë në vitë parë bashk, në vitë parë na nuk e kena qufër të mirë me zveti, po bashkë ato që e ki armek e ban mek. E tani që ishte u njoftum. Patjum, se përdojt se kena që mirë me zvete, më se konti nash mal gjeluza, ne? Pak po, se kom edhe pak zonin e shtartë, s'po më i foli. Me uni po një. Jo, punë o konë jajna pas taku edhe me ditë parë se kena pas shumë mirë, tani ne na jena njof paka shumë, po që qëllujna në klasë në vitë parë bashkë, kur se kena pas vomen, e tani që është të dur. E që patjunën për vete? Qëre, tashti, une edhe ka goja jam pak si maj shlirë, nuk më vjen fort marrë ku me ditë sa, e tani qaja dule, ushtoj goja. Ushtoj goja, bune për veti patjonën? Patjone, te qysh, qka pat kë që ta fitoj zemre? Vjen marrë. Vjen marrë, patjone. Nuk po më vjen. Tri fjallë për të dashë. Po, vjen pa lidhe se kom pak zonin e shtartë. E është gjeloze patjone. Nuk është dhe qatë shumë sa mujnë më kanë. Sa mund më kanë një feme normalisht, nuk kanë dhe qatë shumë. Jo, më pëlqenë për kondrazi se kur gjeluzon të do në thujnë. E qka pat patjona që të buni për vete, që se ke pate vojza tjera? Qebe, këqyre edhe veta e peshema. Si me stil, i qyre sytë e kaltër. Sytë e kaltër, dhe me thonë ti e dashërun të. Përgjësi popus që isja saj sëtë, më kanë pas ngaj në atë kohë. Që pipi janë so vite bashkë? 4 vjetë. Që 4 vite Që bashkë, 4 edhe vjetë, një orë në Kosovë mu feju? Mu feju si vjetë me kismet. E mi kalu pushimet bashkë Po, këta? ja pushime tani besoj diku tjetër shkojna, po veç erdhëm do sene, min rrudë do onaza, tani fejesin besoj e bojna atje në Sloveni. E patjonin a ke gjenë Slovenia këto? Janë Sloveni e kom bazin. Sloveni, po e në pas taku se kjo është pe vushtëris, unë jam pe Soarekës, e këtus besoj që në kish rafort më njoft. Po ma sigur... E a kemi jetu në Sloveni bashkë? Besoj që pun, të ardhmen besoj që në Sloveni. Këto me bujetan? Unë për veti pobile bashkë prom këtu këthy për Mitrovice kena pas bon plan. Patëm do me thonë laf, thash a këthejon, thash, ja kojna në kraj. Jo, valla tha unë e kur, thash valloj unë thash me gjithë qefi që a këthej. A ma shumë nga në TikTok je ty? Se di unë besoj ma shumë këto. Se vesh një shikim për talë shik apo mjaftoj ka? Po ti? TikTok, Unë besoj ma shumë këto. Po edhe kjo sa që se më dalë mua. Ja me dash, po unë dash me të ngu. A me mgu? Ja, të dish tash në ditë sodit, gratjan, shqefat. Shifat, E që këtë zë për titi. Po këtë me do në diskotekë ma? Nuk kom dalë në asë kështu vetë, nuk kem kanë asë ideali që kom dalë, por që i kom pas marak, po normalisht këtë shkojnë në detin e ja poshime shkojnë bashkë. E ti veç vetë me shok, atë me ngën fatjon me dalë veç vetë me shok. Lena se Leni? Jo, Hela, nuk ka problem. Ty atë me ngën me dalë fatjonën? Me dije që unë pengon si gjithë kojna, po... A e qak në zeti kështu? Na shqiptarë në përgjësive jena. Unë pengon, po aske nuk o kanë qikë që ka dalë më do këtë në për diskoteka me qa një one që 4 vjetë, s'ma ka jo pas si për shtypje që i ko maraka, në i sen kjo as alkohol, as sen nuk pin. Cila është? Po, as e këllë spena, kjo As kërën hiq bre, kjo as soka nuk pin, pos një esti edhe uj që pin, tjetër se nuk pin. Unë ka qëllu edhe guja ekonomike, edhe ekonomike unë ka qëllu. Cila është ajo fjalla që ta ka thonë që të mbet në kokë gjithmonë fatjona, s'ka shpejt dashuri? Më së gut. Aha, kështu në dashuri. Fatjona ka pos veç një të dua, që unë ka ngri më shumë, po tash me zonë qëtertë së më betot dhe to bashmirë. Thuna me zonë qartë qështë? Të tua. A vi që kjo e jas fideli mu. Kështu A më tjetën që ka dënë? shumë një zonë të mirë, ka. O, se të kemi te. Sa shumë për dënë. Këtash veç e kom qëllu me fat. Kejtë fati ka qëllu edhe... Unë ju uroj një fejes bukur, me jetë gjatë e të lumtur. Faleminderit shumë. Perfekt. Shumë faleminderit. Di shumë që do të kurve neve. Faleminderit e juve, faleminderit Një shumë. pyetje, E kalofshi tavoj. mirë, Cila po. është dhurata që ke bo fatjonës, që kalon për shtype ma shumë? Kompleti dokatit besoj. Qa? Kompleti edukatë? Që e kom bohën e fatjonës. Besoj kompleti E dokatit. fatjona ty?
Patjona, ma ka bo një orë dhurat, tash se kam gjitë, edhe normal unazën. A jeni kështu materialista e kështu në materialistë? Çfarë aspekti menon që a harxojna? Çka i blej? Jo. Po kjo gjithë i ka pas do dhurata me ma kuptim i ka ban. Kjo i ka bo dhurata me kuptim, nashta kanë pas ato vlerë më shumë se 1 milioner më pas blej në sen, edhe ato dhurata gjithë i kam trujt në gjithë kam i rujt besoj. Dukatin ja pas ke blej, Dukati ka vlerë. Po ama kuptimi i Dukatit është kuptim se është Dukati fejesës, po në kanë si ato kuptime që mi ka bo kjo më dhurat. Garante keni mush aty në shtëpi. Hajgara, në Dukata, edhe gate kena se këtu e qatje. Në ka qellu shtëpia, lot njerëz. Faleminderit shumë që ndove. Faleminderit edhe për juve, e gjithashtu faleminderit. 3 djem, i kam falenderoj Zotin sigur ylla dritës. Djemt i kam sigur vllazni, sigur shok, edhe pagun kur e merr djali, normal më japin edhe pagun më japin një pjesë të pagës unë e marr tyne, më japin. Unë asnjëherë nuk i kam bërë të mirë diku në për më kthy, besoj. Cili është ai rasti më i çuditshëm që t'ka ndodhur? Më i çuditshëm. Po ka raste ndryshme të çuditshme. Për shembull, Tunania. tek zimi, po të kallëzoj, rasti tek zimi e kom pas kur i kom fëmijën kur kanë lind, djem, i kom 3 djem, i kam falenderoj Zotin sigur ylla dritës, edhe punojnë edhe shkojnë në vit babës vet, ka shku baba. Fjala jote ka kam me vend kështu. Po unë dëgjoj ka shumë. Për në herë e kem besa, djemt i kam sigur vllazni, sigur shok, jo që jam prindi tyne. A janë trolla këto raste? Po janë trolla, se unë i kam edhe e një njerëz, apo kupton, mirë po i ka dalë fëmija pe i dore, në shumicën e rozëve njerëzve pe i dalin. Mirë po, prioriteti numër 1 është familja, prindi është që e uzën djalin, e uzën vajzën, e uzën nipin, mesën, në qoftë se ata e ndëgjojnë, apo kupton. Po në qoftë se nuk e ndëgjojnë, atëherë s'ki dhe me zën nuk bënë të kurgjan. A je si prindit që për shembull i thu fëmijëve punoni por me prut e baba? Ja, jo. Unë Ja, ju jo. tregoj që më komandu. A është e drejtë kjo? Jo, për ne nuk është ashtu. Qërë, sot është koha i ka ardha, si thuj, që çdo prind ka që me po djalin në rrugë të Zotit të mirë. Edhe tashti edhe pagun kur e merr djali, normal më japin edhe pagun më japin një pjesë të pagës unë e marr tyne, më japin, mirë po pjesën tjetër se ata kanë familje, kanë gru, kanë fëmijë, edhe ata jetojnë, dalin për ne. Çdo javë dalin me familjet vetë shëtiten. Nuk je pajtimit për ata baballar që i çojnë film me punu e pagën mbi mamu. Jo, asnjëherë se jem tu bën jetë si unë si djali, si du me po shpenzime, edhe ai ka shpenzime, edhe ai ka shok, edhe ai ka mek, edhe ai ka familje, edhe ati i duan shpenzime me bo normal, siguron kur ju ka dikur i ri. Pyetje për fond, cila është vështirësia më e madhe që ka ndodhur në jetë? Vështirësi. Për një rastu vështirësi të mëdha nuk kam pas në jetë, e falenderoj Zotin. Vështirësi normale, nuk ja